Armani me origjinë shqiptare nga Shkodra? Sipas profesor Plum Xhufi, stërgjyshrit e Giorgio Armanit kanë qenë nga Shkodra. Gjithë familja u shpërngul në vitin 1479 drejt Venetikut. Profesori thot se ka prova, pra dokumente të arkivës që tregojnë rrënjën familjare të tij. Ju si thoni, mund të jetë e vërtet? Mundet që të ketë ADN shqiptare Armani, po apo jo? Shkruan eksploruesi i mirënjohur Nadir Mura në Facebook.